Zoti Boçi, ky presion që vjen nga drejtësia, pra nga i pjesë e drejtësisë, nga kjo specialja, SPAK-u dhe GKK-ja që i vjen kryeministrit Rama, nga mbështetet, ka shumë pikpyetje në lidhje me këtë, sepse opinioni publik në Shqipëri nuk e ka këtë fuqi. Opozita gjithashtu nuk e ka këtë fuqi, nuk i ka numrat për këtë gjë. Nga Marta Kos nuk besoj se vjen ndonjë presion për qeverinë Rama. Mbetet një faktor tjetër tani që mund të jetë. Në rast se ky presion rritet deri aty sa ju të thoni që kryeministri Rama të shofi vetëm mundësinë e dorëheqjes dhe një përballje tjetër elektorale. Ju thatë do duhet kalojmë në qeveri teknike, po sikur Rama të kaloj në zgjedhje pa qeveri teknike me këtë qeveri që është? Me mendimin që mund ta thelloj rezultatin me 83 mandate dhe më tepër me gjithë metodat që dihen? Atëherë kemi dy parashtrime nga ana jote brenda pyetjes. E para nga vjen kjo kurajo e madhe e organeve drejtësisë, SPAK-ut dhe GKK-s. Për të thënë përgjigje për këtë, unë do i referohem momentit të zgjedhjes kreut SPAK-ut, ku pati një alarm nga opinionistët e majt apo mediat që mbështesin qeverinë për një ndërhyrje amerikane në mënyrën e në fundimin e konkurrimit për drejtuesin e SPAK-ut. Pra, qartazi përgjigja është brenda kësaj rrethane ose brenda këtij shqetësimi të këtyre mediave që nuk e kanë marrë këtë me intuitën e tyre, por e kanë të uzuar nga spinimi që vjen nga qeverisja dhe nga paniku që vjen nga qeverisja, konkretisht nga Rama. Është ky faktor ndërkombëtar i cili ofron mbështetje. Mos harrojmë që dhe institucionet europiane janë paralel me këtë qendrim, e kanë mbështetur SPAK-un në veprimtarinë e tij dhe kanë synuar që ky SPAK apo GKK apo sistem drejtësie të jetë sa më pak indikuar nga ndikimi që Rama vërtet e ka dëshmuar që e ka në sistemin e drejtësisë, sepse ka kapur shumë elemente dhe segmente në sistemin e drejtësisë, të dëshmuar edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin, dhe themi që ata e kanë shumë qartë qëllimin të synimin e tyre për të vendosur atë drejtësi që në fakt ka qenë objektiv madhor si investim në sistemin e drejtësisë së Shtetet e Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Ndërsa pjesa tjetër e zgjedhjeve që Rama mund të kalojë në zgjedhje parakoshme dhe parashikimit që ai mund të marrë më shumë mandate, unë mendoj që këto janë thjesht sondazhe që vinë nga pjesa e atij opinioni mediatik që mbështet qeverinë sot. Por nga ana tjetër mendoj që nuk ka bazë politike të fortë që Rama të kalojë vetë duke qenë kryeministër në zgjedhje të parakoshme. Okej, zgjedhje të parakoshme, por ai të largohet nga qeverisja, t'ia dorëzojë vendin një qeverie teknike dhe që të ketë si detyrë organizimin e zgjedhjeve në një afat minimal prej 3 muajsh, sepse aq i duhet një qeveri e tre që të organizojë zgjedhjet, dhe Rama të jetë duar jashtë nga ndikimet në përdorimin e financave, në përdorimin e burimeve njerëzore dhe sigurisht të përdorimit të skalioneve të krimit të organizuar. Nuk pretendoj që Rama mund ta kalojë vendin në zgjedhje, e di shumë mirë atë çka e pret edhe në terrenin zgjedhor, sepse nëse sot ne po flasim për një revolt që do dëshmohet në protesta, kjo revolt shumë fishohet në rastin kur ti mundohesh që ti bësh presion publikut, ti mbyllësh gypin e zemërimit dhe përkthehet në një votim kundërshtues në një situatë